çfarë diferencë ka e diela sot me të dielën dikur, pra në kohën e atërshme, në kohën e monizmit. Dëgjoni sepse do t'ju tregoj disa gjëra, sapo jemi kthyer, se ishim me familjen të ftuar në një dasëm, dhe do t'ju tregoj se si ishte diela dikur dhe si ishte diela sot. Dhe pa dyshim do t'ju vë në dyshime dhe juve, por do t'ju fus në një nostalgji. Do t'ju them se përse. Kush është rastësisht i gjithmonë t'i bëj like faqes shihni sërish dhe dëgjoni me kujdes. E diela sot është një diel, le themi, plot e përplot me angazhime. E diela sot. Nuk po flas tani, unë do t'ju them dhe ku kemi qenë sot dhe çfarë prita sot dhe si na pritën, por do t'ju them dhe të dielën që kalonim në kohën e monizmit. Unë do t'ju them dhe filloj që atëhere. Kur isha i vogël, duke filluar që nga mosha 9 vjeç, 10 vjeç, kështu, dhe më përpara, por aty mbaj mend më shumë. Duke filluar nga mosha 9 vjeç e këtej mbaj mend nënën time. Për ata që nuk e din, nëna ime ishte një nga vajzat e para nga qyteti që dha kontributin e saj dhe u martua në fshat. Dhe jetonin në qytet dhe nëna ime punonte në fabrikën e konservave në Vlorë. Dhe me qenë se ajo kishte e njihte atë punë të punës së konservave, kur erdhi në fshat, filluan që të bënte salsën vetë. Si e bënim salsën? Dhe ne e bënim, e para një që e bënim të dielave, të shtunën dhe të dielave, të shtunën pas dite dhe dielave. Ajo fillonte shkreta që të shtunën në mëngjes, por me gjithë babin apo me vëllezërit, por me qenë se ne të shtunave ndonjëherë dilnim si çuna të rinj, të vegjël, ose loznim me shokët, por ndonjëherë na angazhonin. Dhe sa po bëheshin gati domatet, çfarë bënte nëna? Ditë e diel kjo, si ishte dita e diel, unë po them një nga këto, pastaj secili e ka patur në mënyrën e tij ditë e diel. Dhe kishte disa tenxhere të mëdha, zjente domatet aty, dhe ne ashtu siç ishin, kur zjenin domatet, ashtu siç ishin domatet, kokër, pa i prerë, kur dilnin nga aty duhet i hiqe lëkurën domateve. I hidhe në një tenxhere tjetër, që ti nga aty duhet i hiqe lëkurën, që mos mbetej lëkura brenda. Dhe pastaj pasi të ndiqnin duart, çfarë them, ne ishim të vegjël, nuk arrinim dot, por të paktën punonim, në fjalë mundoheshim. Dhe pasi merrnin atë nëna ime, merrte ato domatet siç ishin kokra, i fuste në një vend të posaçëm dhe i shtypte. I shtypte aty me një lloj druri që ishte bërë apostafat për këtë. Pse duhet i shtypte? Sepse duhet i bënte salcë. Mirë po, salca që bënin në Shqipëri nuk ishte si salca që bëhet akoma sot në Itali, do t'ju them. Ajo në Shqipëri përveç se bënin kështu, e kuqnin. Pra, mbasi mbaronte, nëna ime e kuqte. Pastaj e vinte nëpër kavanoza. Kavanozat si i bënte? Merrte kavanozat, i mbushte plot, dhe këtë salcën që i kishte domatet, siç u thash, dhe i kuqte, këtë gjën e kuqur, që ishte kuqur, nuk e bënte të kuqe shumë, me fjalë që ta kuqte shumë domaten, e vinte në kavanoza dhe e linte pak kavanozin bosh sipër. Dhe pastaj këta kavanozët i fuste sepse ishte ngrohtë, me fjalë ajo kuqja që i bënte këtyre domateve ishte ngrohtë, dhe ngrohtësia kur linte pak ajri fort, sa pse e mbylli ti atë vazon, e shtypte dhe kështu që bëhesh konservë. Me fjalë ishte hermetike, e mbyllur, sepse i fuste në ujë, me fjalë, edhe uji ishte i ngrohtë, por jo shumë i nxehtë, ishte i ngrohtë. Dhe kjo ishte metoda që bënte salcën nëna dhe mama ime. Dhe pastaj kur do gatuante, merrte këto kavanozët, i hapte dhe pastaj e kuqte edhe një herë salcën. Mua nuk është se më pëlqente, sinqerisht, por kështu e bënin në Shqipëri dhe nuk e di nga e kishte mësuar mama ime dhe ashtu e bënte. Mirë, po kur erdha në Itali ishte krejt ndryshe ajo salcë. Edhe këtu bëhen të dielave, zakonisht të shtunave të dielave. Por i kam bën re, pra nuk bëhen ashtu, bëhen krejt ndryshe.
domatet ashtu si që janë, pra pa u hequr atë lëkurën, i zjejnë domatet, dhe ashtu të zjerë, i presin, më falni, i presin njerë, pastaj i zjejnë, dhe pasi i kanë zjerë, i fusin në për kavanoza, dhe i mbyllë ata kavanoza dhe kaq. Dhe kur vi momenti për të gatuar, është e freskët, me fjalë është të freskët, falni, nuk është pjekur disa herë, dhe ka një shije tjetër, ka një shije më të freskët. Megjithatë, kjo ishte një nga të diellat, por kishte diela tjetër, për shembull, merrnim të gjithë shokët ose lagja, shkonin për kallëma, dhe merrnim kallëma, sepse do bënin gardhin. Dhe fillonin prisin kallëma këta të mëdhenjt dhe na ngarkonin ne të rinjve me kallëma që t'i çonim në shtëpi. Dhe kështu që ne ngarkonim ato kallëmat kilometra të tëra që nga fushat për t'i çuar në shtëpi që të bënin gardhin. Normal që dikush nga ju që ka jetuar në qytete, këto gjëra i shikon si në ata filmat indian, por ja që këto ishin të vërteta dhe jetonin atje, pra ne jetonim në Shqipëri. Ndërsa disa momente tjera, po ishte bukur sepse, për shembull, ditët e dielave, kur prindrit tanë bënin ato gardhet, hapnin radion deri në fund, bom që të gjithë, edhe bëhesh një rumuj, ai zjarri që digjnin për shembull ato gjethet apo ndonjë diçka, dizni zjarre, kishte atë aromën e ditës së diel dhe ne pastaj shkonim, ishim gati sepse shkonim në mëngjes dhe në drek, pas drekës apo hanim drekën, shikonim filma pastaj, filmat që bëheshin dielave. Pra, edhe kjo ishte një mënyrë për ditën e diel. Pastaj kishte edhe të tjera, disa punonin deri edhe të dielave, ndonjëherë punonin deri në drek, ose ndonjëherë shkonin për fruta apo ku ta di unë apo në përmale për të bërë, kur ishte kohë dimrit, për të bërë dru, në pyll, ose në për kodra. Pra, kjo ishte dita e diel në atë kohë. Tani do t'ju tregoj ditën e diel këtej, si është sot. Dita e diel këtej është krejt ndryshe. Ngrihesh në mëngjes, çon makinën për ta larë, ja jep atij mjeshtrit aty që e lan, ti pastaj shkon më vonë, jep ato 10 apo 15 euro apo 20 euro sa mund të jetë që ti ja kalon të paktën kështu është këtej. I jep ato lekët edhe ke makinën gati. U thuan ndërkohë familjes bëuni gati se do ikim dhe pastaj na presin atje ku do shkojmë, në një vend për shembull, qoftë për drek, për darkë, për shembull sot, siç të tregoj sot, meqense ishte dasëm sot e u martua dikush, dhe na kishin ftuar. Shkon atje, gjithë ajo pritje madhe, futesh në për restorante, 5 hyj apo ku ta di unë të japësh, mua të më japin ç'të duash ti, mua më mjafton një bukë me djath dhe me qep, dhe jam në rregull. Në fjalë nuk jam ndonjë normal që është bukur, rri me shokët, me mi, duhet dhe ti respektosh, nuk mund të thuash dot që nuk e ha, nuk mund të thuash dot që, jo sepse nuk mund të thuash dot, por është për respekt, sepse ai tjetri e mendon ndryshe. Dhe në qoftë se të kaftuar sepse ka respekt dhe ty duhet ta respektosh. Dhe kështu që ndonjëherë edhe ndonjë gjë që nuk të pëlqen, je detyruar ta hash, si për shembull sot më ofruan karpaç, si quhet në Shqip, a quhet kështu, që është mish i papjekur, ai si quhet, o zoti i madh, shqyr që kisha afër ti me shoqe, sepse bëra gjë si u rënga një cik kështu sa për të shi që të mos më thoshin gjë, se ke parasysh, se u thash të jo, po unë nuk dua, nga kjo nuk dua. Pastaj ja çova ti me shoqe kështu në dorë, dhe ajo shkoi e hodhi në një kishte një kështu nga këto qeset e vogla, e hodhi në qese dhe shkoi pastaj në banjo. Sepse më vjen keq që e them, por nuk i ha dot, nuk janë për mua. Ne jemi mësuar me gjëra të thjeshta, gjëra normale. Ne shqiptarët po flas. Pastaj sepse shkon në kishë që bëhet ajo martesa, pastaj në qoftë se do që të shkosh në kishë, pastaj shkon në restorant, siç ju thash, restoranti është një restorant të gjithë janë shik të veshur në mënyrë çfarë po thuash, atje i detyruar të vishesh si ata. Dhe
është në një farë mënyre, je i detyruar të vishesh mirë, je i detyruar të flasësh mirë, je i detyruar që të hash gjithë ato që të japin, je i detyruar që të jesh interaktiv me të gjithë, dhe të respektosh të gjithë, dhe diferenca nga dje deri sot është totalisht ndryshe. Dje, në atë kohë, pra në kohën e monizmit, ku të gjenim ne që të ishim në një darkë si kjo ose drek si kjo, që bëhet sot. Por në një drek si kjo, ku ta gjejmë ne që t'jemi të lirë, siç edhe në atë kohë, në Shqipëri. Me fjalë të i lirë, mos t'jesh shumë i varur nga këto, por ja që je i detyruar, sepse nuk të flet me njeri pastaj, nuk të kërkon me njeri, dhe nuk të fton me njeri nëse ti nuk plotëson disa kritere shoqërore. Dhe kështu që kush është diferenca mes dje dhe sot, nuk e di. Do dëshiroj që t'ja ulija juve, sepse pa dyshim edhe ju keni histori të tilla. Tani, unë thash ekstremitetin e njërës dhe të tjetrës, por për shembull në Tiranë, vitet e komunizmit, ishin të diela të qeta, dilnin për qejf, loznin me domino, me shah, apo ku ta di unë, apo bënin shëtitje nga liqeni apo në përparqe, ose shkonin në kopshin zoologjik, apo në teatrin e kukullave, apo në kinema. Pra ishte krejt ndryshe. Dhe nga ana tjetër këtej po ashtu e njëjta gjë. Edhe sot e kësaj dite, të ditën e diel, shkojnë në për kinema apo ku ta di unë. Por unë thash ekstremitetin sepse për të kuptuar që ka dhe ekstremitete, qoftë në Shqipëri, në ato kohëra, në atëherë që unë jam njeriu që e përjetoj atë kohë, dhe njëkohësisht sot, që është ekstremiteti nga ana tjetër. Dhe këto ekstreme, drastike, unë mendoj që të lënë gjurmë, me fjalë lënë gjurmë të thella në secilin njeri. Dhe doja t'ju pyesja juve, kush prej jush e ka vërejtur këtë, sepse njeriu ambientohet, po ta shikoni, njeriu ambientohet me çdo gjë. Thua, më mirë, po, ashtu ishte ajo, tani, okay, por nëse shikon në një këndvështrim nga sipër, nga larg, thua, wow, ku isha dje dhe ku jam sot? Dhe cila është diferenca? Unë them që gjëja më e rëndësishme në të gjithën këtë që ju thash është lumturia. Mund të ofrosh çdo gjë një njeriu, mund ta mbulosh me arë, mund ta mbulosh si të duash. Kam bërë edhe nga miqtë dhe shokët, sepse kemi miq edhe shok të niveleve, le të themi, të një tjetër niveli të lartë, disa janë edhe milionera, po, është e vërtet. Dhe kur shikon diferencën, sikur të kanë zili, sepse falë Zotit, jam mirë sot, dhe sikur të kanë zili, sepse shikojnë që ti je vërtet i lumtur, dhe ata nuk mund ta kenë lumturinë. Pra, qoftë dje, në kohën e atërshme, qoftë edhe sot, gjëja më e rëndësishme nuk është paraja, nuk është fama, nuk është asgjë, por është lumturia. Dhe lumturia unë them që vjen fillimisht nga uni personal. Duhet ta zgjosh ti brenda teje, që të gjesh pastaj njeriun e duhur, dhe që edhe ai njeri të jetë i të njëjtit nivel me ty, që të lumturoj edhe ty, dhe ti njëkohësisht i dhuron lumturi. Nëse pastaj, me kalimin e kohës, ka një harmoni mes të gjithëve, pra mes të dyve apo mes familjes, atëherë gjendet në një kopsht lumturie, kushdo qoftë. Kështu që unë mendoj që lumturia është gjëja kryesore dhe nuk janë as parat, as normal që parat ndihmojnë për të se mirë përpara, por parat nuk vlen asgjë nëse shëndeti nuk e ke të mirë, apo nëse familja nuk e ke të rregull siç duhet, apo nëse nuk je i lumtur në jetën tënde. Dhe lumturia vjen thash duke kërkuar në veten tënde dhe pastaj në njerëzit që ke përreth. Unë mendoj kështu, pastaj s'diskutojmë, do pres një komentin tuaj, sepse dua t'ju lexoj dhe kështu që ta diskutojmë së bashku. Kalofshi një mbrëmje të këndshme, qofse nuk keni fjetur ende, kush punon punë të mbarë, sepse ka dhe nga ju që punojnë me turne, dhe ju përshëndes të gjithëve.